Gjykata e lartë ka regjistruar kërkesën e Ilir Metës mbi kundërshtimin e masës së sigurisë. Rekursi është saktuar me 3 nëntor dhe gjithashtu është saktuar përmes shortit si gjyqtar relator Ilir Panda. Kërkesa e krejut të Partisë së Lirisë i ndodhur prej një viti në qeli vjen pak pas ditë pasi u rrëzuar në apelin e GJKK. Meta akuzohet për veprat penale, korrupsion pasiv, pastrim parash dhe fshehje të pasurisë. SPA ka mbyllur hetimin me 28 korrik, ndërsa dosin e kaloi për gjykim në fund të gushtit. Ish presidenti ndodhet në qeli që prej të vitit të kaluar, ndërsa është marrë i pandehur për korrupsion pasiv, pastrim parash dhe fshehje pasurie. SPA mbylli hetimet me 28 korrik, ndërsa dosin e kaloi për gjykim në fund të gushtit, e cila përfshiu 3 hetime me një aferë CESDIA, lobimin e LSI-s në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe hetimin pasuror. Edhe Monika Kryemadhi përballet me të njëjtat akuza se ish bashkëshorti i saj, korrupsion pasiv, pastrim parash dhe mosdeklarim pasurie. Piero Xhixha akuzohet për korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë të kryer në bashkëpunim, ndërsa Fatime Kryemadhi akuzohet për pastrim parash së bashku me Ema Çokun.